thot kjetë falja prej Ademi. Thot se Ademi po të njofë këtë ty. Hamza për para, se Hamza ka qenë karakteristik. Une nuk kum përjetue burë si aj me nejt 24 orë kom kryq. 24 orë me nejt kom kryq para musafirve. I ka pas hije. Për të bëmë me të Adem Jasharit ne këshim dëgju që të vitin 91. Me qenë se une nuk e kum njoft në atë kohë, por teritori vushtërisën kufi me Skënderajna, që aty ndahet për shemëll, po, ashlan e Ljuboves, që aty ndahet, me njërë është kapën. Kishëm dëgjue për rezistencën e ti, por une nuk e kum njoft, me qenë se Shabani, baci Shaban ka pas miq në Krashtic, se 2 reja i ka pas në Krashtic. A Krashtic është në komunë të Vushtëris, që kërë Rahman Rama, hallat e Rahmanit kanë qenë për Ademin dhe Rifatin. Por unë s'kum pas kontakt, me qenë se kemi qenë shumë kurreshtar, qysh mu afro të aj burë. Bile shumë herë bisedoj shumë, po edhe pse se njefshëm, atë shkojmë drejt për drejt. Po me që se njefshëm, nuk raj shumë aq mirë, sepse kuptohet, nuk për një person, pak të rok një farë paniku, ka pas edhe skepticizm, sepse kënë dëgjue loj fjale, loj. Kur një ditë Ramadani ishëm të nejtë, po më thëtë mua, thët Ali, thët kjetë falja prej Ademi, thët se Ademi po të njofë këtë ty. Edhe kështu që vendosëm vitin 8 orë, konë 1995. Shkuëm, ditë e hanë. Bile kur shkuëm të dyrt, luli, posa po del prej dyrve, po sigurisht me shku se Skënderaja të afer. U këthyë, na futi nëd, ne piqi ka i kafe. Nuk vanoj shumë, erdhi Hamza dhe erdhi edhe Ademi. Do me thonë këto ishin, kontaktet e para, baci Shaban bile shkon në Skënderaj. Po se ditë tregu është ditë e hanë në Skënderaj, për herën e parë nuk ishte aty, po ishin veç këta. Do me thonë, kontaktet e para janë në tetor vitit 1995 ditë e hanë. E mas andej, spari kënë biseda të rëndëmta. Duhet të organizohemi, mendojmë se pa luft, nuk do të shpëtojmë, duhet të kryojmë radhë tona, në gjithë teritorin, ish fjala ata ishi edhe për shalë, aj për dreniz veç, ishin grupet, sigurisht ju e dini ma mirë edhe për Dugajin, u dashke që më mbolu e tër Kosova. Këto ishin biseda, ka të armatosëm, ka të furnizohëm me armë, ka të ishtrim radhë, ku më drejtue. Sepse kur ta marsh me masat kanë qenë shumë pa përgatitna, a ishin pa përgatitna. Fakt pa përgatitna ishin. Ka qenë buku problema, me i bind se për me i formuar t'i grupet, duhet t'i bindish masën, është e barabartë pe marëm hipotetikisht. Kur në shtëpi tonë ti formon dikush se ka të mëtar 10 musafir, ti je i përgatitun, a je? Nuk kanë mëtran befasi. Merë masa, je i përgatitun, e mora veç hipotetikisht. Dhe kur nuk je informum, ty kanë mëtra, në befasi. Edhe kjo, masa ishe pa përgatitne, me formon grupe, që ato grupe ku mu strehue, kush më të prit, kush më të bo konak, krejt ato. U formon grupe, biseda kjo ishte, ka më furnizue, me zjerue rath, me bon njerëz, me angazhue, me bind masën, se vetëm me formën e armatosur, mund të ashlerojmë Kosovën. Këto ishin ato biseda. Kom pas edhe disa kontakte, jo shumë, mos ta hiperbolizoj, se me keqja larga saj, me thonë qasa. Ajo është liksi për burë, kom pas kontakte edhe disa herë, edhe disa herë jem shku me Ramadanin, jem shku me Idris Aslanin, jem shku me Besim Ramen, se Besim Rama ka qeni prekasit tepër, bile i rajsh aty e për Galic,
hëngsha buk të Besim Raman, prekas tepër, e ta Shqipëria ty bashkë me Besim Ramen ulqëshëm poshtë. Kom lejnë prekas bukur shumë. Të Besim Rama dhe me thonë baba i besimit që është vranë luft, Sokole ka pas emnin, atë kemi hongër buk këgja shumë. Kemi hongër buk, bile ju rritnera, ati kanaku, asaj shpije, asaj nonet besimit, pa që nep ke buk, bile seher në ka shtru buk, që shumë mas mirë që thonë, pa me pite, me mishe, me tëna, pa që ne i ka hedhë për parat. E prej aty të e një distancë, pej prekazit tepër, aty një distancë, me Besim Ramen shpesher zbretëshëm të ademi. Ka ndodhë dhe natën, kemi shku edhe natën, kemi shku edhe ka mbramja, pa gjithë herë kuptohet me një kujdesa, pa.